Sa e kushtueshme është vërtet jeta e një prindi me një rast të tillë? Bëhet shumë e kushtueshme. Bëhet sepse tek ne pak shërbime ofrohen nga shteti. Më vjen keq ta them, po pak gjëra mbulon shteti. Terapit janë më të pakta në numër në shtet, ka më pak institucione shtetërore dhe një numër ndoshta i vogël fëmijësh mund të përfshihen sepse aq janë mundësitë e shtetit. Dhe mbështetja që shteti i jep familjeve, le të themi si një mbështetje financiare nuk i mbulon gjitha shpenzimet. Kostot pastaj të terapive në institucione private kanë koston e tyre që për një prind me rroga mesatare është shumë e vështirë për të përballuar, por nuk janë vetëm kostot terapeutike, janë kostot të tjera pastaj se ky fëmijë ka shumë nevoja. Ti duhet i plotësosh këtij fëmijë shumë nevoja. Që te përzgjedhja e ushqimeve, që te dietat ushqimore që ai duhet marrë, që tek analizat pafund që një prind duhet bëj sepse duhet shikoj parametrat organik, biologjik të fëmijës, po patjetër mbështetja që i duhet dhënë edhe për sa i përket mbështetjes së tij në kopësht apo në shkollë, sepse shumë fëmijë kanë nevojë për një person të dedikuar, të specializuar që të merret me të dhe ta ndihmojë atë në përditshmërinë e tij. Fatkeqësisht duhet ta them që një nga problematikat e tjera që vështirëson ekonominë e prindërve është që shpesh njëri nga prindrit detyrohet që t'i përkushtohet vetëm fëmijës duke e lënë punën. Dhe janë një sër problematikash sociale, ekonomike të cilat gërshetohen në momentin që një fëmijë diagnostikohet me autizëm. Ky podcast është prodhim i Onovos.